Shive këtë pjesën e poezisë. Për dashni. Dashnia është si një armë, me të dikën vret e dikën mbron. Lum kush e lëvron që në fëmini e deri në fund të jetës pa kufi. Ç'është lëvron? Dhëmbët e kafshimeve të saj i ndjen, vetëm kur partneri kafshon. Mundësi i saj kalp shpirt e të tjetërson. Kur dikush ta jep, me gjithë shpirt o i zi, pse vallë një tjetër kërkon? E ç'është dhe fjala e parë? Që tashëm ty? Pëlqen. Cila? Lexoj edhe. Levroj. Lëvron? Ja, si arat kur i lëvron, edhe ti që shkon ashtu. Që e kërkoni lëvron. Një diçka këto që më. Po ja, tani direkt e hapunis. E ke Kur më. dhëmbët e kafshimeve të saj i ndjen, vetëm kur partnerin kafshon. Ka dalë doze, kam Mungesë posë saj, libri. kalp shpirt e të tjetërson. Këtë se kuptova Frederik? Pendimi. Pendimi kur je në burg, pendim pak i vonë. Prim ndoshta një jetë, base në ditë fundit të gëzon. Po. Ja. Se ja, Lezë edhe herë. Ta kuptosh. unë qa po shoh që aty diçka u vërë ku ti që në virgjë. Qa ishte Po. se Ta shoh analizoj. Po. Ja, në të është. Sjell të bu. Gjena, me të dy aty fillon, faqa dytë, faqa tretë. Po. Unë i kam pak shkruar me tike të një, dhe. Kam shkruar. Aty ku më përshëndet. Aty ku presidenti tha duhet marrë. Jo, kjo që nga shumë e rëndë. Në le duhet aty ka gjetë president. Atë nuk e gjetë. Edhe ku është tu në mes, është në mes të shkoj syri. Hajde, Erdha. si erdh kjo kohë, që të duket të ëmbël, histeria i shfarosjes në kohën e nazizmit, kur të ëndërosh diktaturën si parajs, kur të kuptosh se komunistat e dikushëm në MMD ishin më të mirë se këta që në USA të shfaqen si liberal. Të këndosh me zë që në mëngjes, internacionalen, vërtet kjo është lufta finale, e vendimtare mbi dhe. A nuk po jetojmë në një botë ku budalla të jep mend, ku kurva hiqet e virgjër, ku frigacakët kërkojnë kank për trimëri, ku mabesniku të zden prit, ku fajtori ban apel për pafajsi, ku 666 prifti ta prezanton për pap, ku komunistin e përqafon për demokrat, ku kibernetika elektronike fshin e zgjedh presidentat, ku bota po krijon fjalori me numra, ku diplomat e vërteta nuk i njeh kush, kur merr vërtetim se ke kën edhe president, ku intrigën ta nisin qysh se i hap syt, që kur lind, ku si zembes as fije stande, ku heroinën e drogën ta bajnë tabu, e ku vaksinën e ban pa unë mendu, se mendon se ke për me shptu, e pre kujt kur s'ke me më mësu. Super. Pikat e Frederikut të japin efektin. Ashe, bro. Ku lajmet e reme i beson ma shumë se lajmin e vërtet përpara, se mashtruesit modern me e censuru. Ku teatrot i shemb që dramat alive e groteskun... Alive? Po pse kjo shkryt fjalla anglisht tu? Po në pamirë që... E groteskun, Amerikan. e gënjeshtërt me e besu. Ku familja ndahet në unë du me u vaksinu, e ndërsa unë kur ma vaksina, pa dun me i provu. Ku ti mbytën prindrit në përdoma spitali, e ti prisje të nesërmen se mos ke temperatur. Ku nuk ja di varet e të vdekurve gjoja nga Covidi, ku vrasësi modern me bluz të bardh ventilatorin përgatiti, ku të vaksinuarit janë thas epidemie për hapës masiv të plandemive, ku badituria e pasiguria përfundojnë në shpresën e një maj shiringe, ku paguen miliona njerëz për të fshirë nga media të vërteta, dhe miliona të tjerë për të shpikur rena, ku mendimin ndryshe rrezikon si në komunizëm, ku e ndjen veten në fund klandestin ndaj mortjes. Edhe ai që pasuron dhe fshin memorien, ku edhe vetë Zoti shpërfaqet jo aq i madhërishëm. Vetë Zoti ka frikë nga jeta e gjallë, prandaj caktoi mortjen, mos na merr në mënyrë masive,
me shumicë radh e pa radh, Yes. Pa prap. ku edhe vetë Zoti shpërfaqet jo aq i madhërisëm. Po çfarë ardhim në vaksinë, gjatë vaksinës e mall Zoti. Si Zoti? Vetëm mos fyrte. Zoti është gjithmonë i madh. Okej, vërton, rregull. Po jo gjatë vaksinës. Po zvoglu. A e ke fjalën besimi njerëzve në Zot? Jo, Veç Zoti, pse s'në hyni Zoti për me pse nuk në hyni Zoti, më thonë rran. Mirë, bravo, bane diska banë shumë mirë, vërtet. Pse nuk në hyni Zoti, më thonë është rran. Jepi Albase Po shumë mirë duke s'funksionon lexuar ashtu. një kryeve për atë. Kushtat, vërtet lezoj mirë. Që nuk tjetra. Nuk ka prapë më. Ka pra më tisë. ja kjo është tjetra. Vejusha me duart nalt, dikë duke mallkuar, me mira jetime që qajnë e të zgjasin ata duar. Motra të përdhunueme s'din se çfarë mendojnë, femra shtatzan që turp në bark mbulojnë. Baballar pa fund me gjokse të shpuar, o nga plumba o medalje shpesh pa merituar. Gërmalla shtëpish pa fund të shtrira si kur flenë. Lufta ka. Rrath korbash në qiell që të trembur fluturojnë. Dielli si i vaksinuem se pak dritë po lëshon. Një adoleshent në gjunjë me gjyshem përqafuar. Qa pseudo fitimtar shpëtojnë duke urruar. Një artist poec e s'din se ku me shku. I kitare pas shpine ka qkoh i mbet ngarku. Ah, kjo këngë vaj që kur s'ka mu mbaru. Endet shpirti jem, si gost përzi, na tym të zi. E si ta këndoj atë këngë, ku as kur s'don mendi? Gjam burash, nalt dikun malsi, gërvisht i kam ftyrat e gjak nuk u del. U dërth tashma, a i gjak, si gjithçka shkoj huq. Veç lumi që shkon nalt, jo blue po kreti kuq. Kam qef me zgjat gjumin, mbloj kryet edhe pak me ndjej, pa u zgjuar. Këtë andër të frikshme, e me e pa deri në fund po duar. Tekat e njëri që shtypi atë buton, që u lin nga një natë e shkret, Non. që edhe djalli vetë se don. Ka vdek, por shpirti i saj, si mund pushoj i qetë? A mund na i këndosh to, maestro, kështu? A mund t'i bësh kështu si Hip hop, e? Si bejta, Bonë da. me gitarë. Po janë tërmet roksh, është shumë bukur. Vargu tërmet roksh. Është, ke tjetër, kështu? Unë kam 300, po ta kanë qëllu Po këtu. ba, ajo e lexon si me vargje. Ky është çash, është mund na e këndosh? poezi. S'është poezi kjo valla. Në lart, Se e lexon dyshe këtu kjo dyshe. poezi vjen këtu. Në lart po vinë do klithma, apo nga zdim i shfërnum, se cila palve si të vdekur tash ma boll ka fitu. E pra, Në fund luftë, atin. Veç vdekur, boll ka fitu. E kam bërë me se njëshin, marri Ja, ke lufta. ishte shumë e rëndë. E? Kjo, vejusha me duart nalt, diku Pa, duke pa, kjo këtu fillon, që janë dy vargjet e Mira para. jetim që qajnë e të zgjasin ata duar. Badi, Motra të përdhunu. që po që ku e ke? Janë dy vargjet e para, mbulojnë fillon këtu. turpin me bark. Lufta, E di marri çfarë lufta. kuptimi ka kur thotë Titulli, mbulojnë marri turpin lufta, me që ku bark. e në dy vargjet e fundit? Po, Ajo fillon, aty fillon. baroj lufta, po. Që po të Kjo ishte thellët. Po jo. Po e kja, Ke tjetër? po, Ky është realiteti. Po. nuk është një realitet që unë e kam thonë dhe s'kam frikë me thonë. Edhe unë. Asun. Ta lëzë edhe këto? Po me I ta kam unë, s'kam më vetë. kur Po kjo 39 shkurt? Kjo... Po data kur e ka shkruajt? 9 Jo, shkurt. thash mos ke në një Në kuptim shkot jashtë, jashtë 9 dinja ime. shkurt. Dita e 40 e çdo. Viti. Ama mund ta Po. lexoj. Si dush, si të ke shef. Kaloj. Orde. Ashtu s'po japim pak më. 9 shkurt. Dita e 40 e çdo viti me zgjë ndryshe. Sigurisht me të plakur vene. Dilema është gabim ardhja në këtë jetë apo është gabim. Me u harru për se ke ardhë në këtë jetë. Njerëzit bëjnë çmos të mos harrohen. Të tregojnë se janë dikushi. Unë njoh shumë, edhe ti gjithashtu. Për shembull, edhe ai që shet votën, edhe ai që e blen, edhe ai që vritet prit, edhe atentatori. Edhe ai që sapo martohet, edhe ai që sapo divorcohet. Ai që rri besnik martesës, edhe ai që fle me tradhtin.
ai që puth fëmijët nga xhami i burgut dhe ai që i dëshiron pas xhamit të burgut. Ai që e zë gjumin se kaloi drogën dhe ai që ja kapën drogën. Ai që bani do lek të pista dhe ai që i pastroi lek të pista. Ai që nxorri në trotuare motrën e dikuj dhe ai që e vrau motrën e vet në trotuar. Ai që i ndjej një prindërve afër një jetë, edhe ai që nuk i flet as në telefon. Ai që fle me bark plot për se zën gjumi, dhe ai që nuk e merr gjumi se nuk hëngri disa ditë. Ai që u var se nuk paguante borxhin e energjisë elektrike, edhe ai që detyroi atë rastin. Ai që vjedh bukën dhe ai që shpërdoron dhe shkel bukën. Ai që don dhe ai që urren. Ai që dhuron një veshk dhe ai që vjedh e shet fëmijët për organet e trupit. Ai që humbet nga vjedhjet në zgjedhje dhe ai që fiton nga vjedhja e zgjedhjeve. Ai që beson në pandemi dhe ai që e quan plandemi. Ai që e sheh me sy të logjikës se çfarë përmban vaksina brenda dhe ai që i beson vaksinës. Ai që i vran dhe u than familjarëve se vdiq nga Covid dhe ai që i than shpëtove. Ai që ec me këmbë dhe ai që është hyn për të ecur. Ai që blen tituj e famë dhe ai që është famous dhe pritet të dekorohet pas vdekjes. Ai që është i drejtë dhe ai që i druhet drejtësisë. Ai që copton fetusin me fëmijë të gjallë dhe ai që e le fëmijën në porsalindur të koshi i plerave. Ai që i dërgon lule të dashurës për Shën Valentin dhe ai që e vret me gur bashortën. Ai që shembi kisha dhe ai që ndërtoi tempin. Ai që është Zoti dhe ai që është Luciferi. E tjerë, shtoni ju miq, ka sa dush. Unë kam disa arsye që kam marrë në këtë jetë. Mendoj se më kanë mbetë edhe shumë gjëra të bukura me nda me ju, që të shijoni përjetësinë. Ke tjetër? 64 numër Me personal. vete s'ka ma. Ose 4x16. Kalofshin një ditë të bukur. Edhe kjo ishte e bukur. Mirësia, ku ta japin kur nuk thue, bon se më të pron. Jepe pak edhe ti, sa asgjë dam nuk të shkon. Kjo është gjëja më e lehtë për ta bërë, po aq sa edhe e vështirë te njerëzit. Edhe njerë, lexohet këtu? Mirësia, kur ta japin kur nuk thue, bon se më të pron. Jepe pak edhe ti, sa asgjë dam nuk të shkon. Lexohet edhe një Aforizme. lexohet jo më jo se unë që e kuptova që kur e lexoj për herë të parë. Po pse? Lexohet edhe një herë. I to qënë aforizme në vargje. Lexohet edhe një herë. Aforizme, e ka marrë. Mirësia. Mirësia, kur ta japin, kur nuk thue, boll se më të pron. Jepe pak edhe ti, se asgjë dam nuk të shkon. Qa kuptove? Të këtër mrapa zoti, është karma. Atë që kuptove edhe ti. Qa kuptove? Që nuk shkon dam. Pys ty kjo më bën një të mjep me përgjigje me pyetje. Ka shumë që përgjigje. Gjëja më e lehtë dhe njëkohësisht më e vështirë, varet nga njeriu. Këtë e kuptova. Mirë. Po, kjo pendimi, kur je në burg, pendim pak i vonë, prit ndoshta një jetë, mbase në ditë fundit të gëzon. Ndoshta një jetë. Prit ndoshta një jetë, mbase në ditë fundit të gëzon. Kur jenë burg, pa je për nuk vonë kur jenë burg. A, dhe kjo do më thëmë prit një jetë, se ndoshta... Po, të kemë u gjohë, dhe harrodhe, shkargjove jetën. Pendu në ditën e fundit të vdekjes. Po pra ndërkohë. Po, si disa njerëz që Gomar, pendohen sa çdo dy gjë ditën e fundit. Pëndo për para se me Bari vjetë, biu e u tha, Gomari se pa. Që të ka po ferma. Shërë qa ferme janë këto janë lafë. Ato gjërat e vesta. Po s'është me për... Shpreje, prit Gomar mbi bar. Bari biu e u tha, Gomari se pa. Dhe që se pa. Prit si ishte prit Gomar, bim bar. Prit Gomar të mbi bar. Bari biu e u tha, e Gomari Bari se pa. biu u tha, e Gomari se pa. E njëta gjë. Prit Gomar të bi bar. Bari biu u tha, e Gomari se pa. Ishte e bukur. Për më që janë shprej janë... I përdorin gjithë. A i kupton tjerat. Po, kjo shembull, sekreti. E di që... Sekreti. Sa ma i vështirë, ma mirë i Kjo është për rujtën pikbasin, varë. edhe herë, se është ministri informacionit. Informacionet. Edhe herë. Sekreti. Sa ma i vështirë, ma i mirë i ruajtën varë. Për gjithmonë. Zoti gjithçka e din krit mirë.
Atëherë, pse prifti t'ja tregon? Për të çliru njeriu. Jo më po prifti atë tonëve. Por këtë punë atë. Ako po pritet atë punë. Me ka zgjuar gjithë guj. Kur e din Zoti, pse do të ditë prifti? Apo? Po. Ngeli mendja te kjo e dashnisë. Dëmbët e kafshimeve të saj i ndjej, vetëm kur partnerin kafshon. Mungesë e saj, kalp shpirt e tjetërson. Po. Gegnisja është gjë e bukur. Gjua më e pasër shqipe. Ma vjetër e ma po. Babi im e ka poezinë e Skënderbeut të parë, librin e vjetër. Që ka ba, po. Edhe fjalët shqip janë atë shkurtra, edhe ka marrë një flet që një shkronjë e ka barazu me sa shkronja sot janë barabarta që kuptohet fjala. Alba, lexoj edhe një herë këtë të fundit. Po, kështu të pastër. Kjo e dashnisë? Ajo kafshimit e. Dëmbët e kafshimeve, Edhe një sesna. Kjo fal. Po, dëmbët e kafshimeve të saj i ndjen. Vetëm kur partnerin kafshon. Mungesë e saj, kalp shpirt e të tjetërson. Apo zemrës, ju ngol një gjem. këmba që shkeli, themas apo? Kur dikush ta jep me gjithë shpirt o i zi, pse vall një tjetër kërkon? Mos është e themra, po që... Po the, nuk është. Shikon. Për shpirt zi. Pse vall tjetër kërkon? Kur dikush ta jep me gjithë shpirt o i zi, pse vall një tjetër kërkon? Ha, fol, pse? Pse? Pse s'ka këndon? Paksimin që ti mundi Po. ndryshe? Ndoshta s'ke dhënë mjaftueshëm. Alba, pse i ve ato syze fake? Si? Kryesorja unë karakterin e kam origjinal. Kur nuk i vë jam fake, kur i vë si jam. Kur i vë dikush tjetër jam fake, kur i vë unë e bën origjinal. Syzet e tuja fake! E disa më qesh është kur e thash se dija që s'jam fake, edhe vite nga i nati. Basa kështu kam sa duhet. A banka. Po. A ke tjetër të lezër? Këtë më vetë s'ka majtë kanë qëllu këtu. Mbledhja, mëse le kështu si. Jo, Ma prap asnjë. libër. Po i kanë këtu. A vëzën nuk... Do një këshu What? pasionante, a ke? Sa duhet, Ta ta lexoj në alloj, po s'kam këtu ma, nuk kam A, ma. aty si, okej. Pardon. Tash i kam, janë 320 poezi në të tilla. Po boja kërkesën Frederika Gaj, dikush nga të shtëpisë do t'i sjellë. Po s'kena kohën edhe gomori do të më fut më rënd. Mbas ditë kam prap punë të serë. Elbar, bir për miq të vërtet. Qa është? Elbar, bir për miq të Nuk vërtet. është birë. Është birë. Bir. E ka shkuajtur me rë fabrika. Drasa, ja drasa. Birë është kjo. Elbar, bir për miq Birë. të vërtet. Birë për miqtë. Ne i thona burro Do fresco. ta pi Elbarin për jashta. Burro fresco. Si ona i thot I burro ka fresco. si gjuni Ka dhe bërë burr. Ka bërë burr. Freskoni thellësinë e shpirtit dhe lukthit tuaj me Elbar. Lukti. Po, nga thellësia e lukthit vjen dashnia. Ju duhet një Elbar për të siguruar dashni. Në thellësia e luktit. Nga thellësia e lukthit. Se këtë dëgju dhe një. Nga thellësia e lukthit. Dhe më bëmë që mu? Jo më se që jo më që thot ti. Qashtë të kemi që Jo më se që jo. Sa kam qesh. Thellësia e luktit. Nga të përshnes nga thellësia e lukthit. Kur dalem për këtu do të jap komplet vëllimet me poezi ose çfarë fucking A të vjen me shkruaj në një poezi këtu, me ne, për ne? po si jo më bim që herë po. Është zarf. Mund një poezi edhe vetëm për mu? A maestro? Allah. Jo, s'është A zarf. ka zarf? Ka marrë valizën. Ja. Frederik, a mund me ma përkushtu një poezi mu? Unë nuk të Unë jeta mendoj. ime jashtë mrena. Patjetër. Shumë e bukur ishte ajo mbrapa që në gjumë.
është nulle, nuk është se të kanë aty. Amo ma keq kuptu, shumë ma keq kuptu në atë pjesë, Po, si di. kur s'jam aty për prindrit, e kupton, as ka lidhje Po ne fare. se i ka shit në i fraze jote, edhe ti se ke mendu që ata e din që du të me vërdu fraza, dhe që ke thonë frazën e plot, pra ne e kanë... Jo, nuk ka lidhje me frazën. Unë e shpreha tamam që mu këputet shpirti, kur vjen telefonata nga mami im, dhe unë s'jam aty. Dhe kjo ndodh shpesh. Po ndoshta Milan i punë që s'prish punë, më mirë, nga që më ka kur disa herë thot nana po vi edhe kur është atë katërt, prisha drejt punën që kemi bërë, thon nana kam pas të punë, po që zgjedhën. Ajo po patjetër, e kupton? Ama Po nana. u përkthy sikur, si Po. them, sikur vjen S'kam nana, qenë unë jam asnjëherë aty aty, dhe se i them s'jam. nuk kam qenë asnjëherë aty kur ka kërkuar nana. Nana ka kërkuar 1000 herë, ti si ka 1000 herë. Po se ka do ta thon sa numër, sa si. Po jo, ishte muhabeti i largimit. sa herë shikar, se për tha një shpesh, gabim. jo për 100% rasteve. Maestro, lost in translation, maestro. Thjesht u keq kuptum në Me siguri. përkthim. Se po të thoshe, po i thoje ti, që ka ardhë, gati 6 herë ka dashtë herë e fundit, unë kam qenë shumë e angazhume, 6 herë e fundit s'kam ujtë, të thuje Jo, sasin. stash 6 Ata ka thënë kur që ke taku nanin, ma, sepse s'ke këtë kur gashme me taku nanin, që ke pas mos. Unë thash në mënyrë gjenerale, thjesht jeta ime është ngarkuar shumë 3 vitet e fundit, sa që edhe për të taku familjen time, nuk kam ashtu kohën si që kisha më para. Kupton? Po jo kuptoj. 100%. Ashtë luftë, tanë ne që jemi këtu, e kemi kalu një luftë generacionesh. Po. Edhe Lion King, kur bëhet fije kështu, do me sulmu babin. Që me të kështu fije, edhe, sepse është generacioni, pra, edhe dhe se nga kena kalu shumë të vegjel atë fazë. Është fazë që të para adolescente, në klasë 7, klasë 8. Jo, unë flasë për një Po jo ma se komplet duhet prindin sistem si me gen old fashion, for everything. Unë mundon fëmijët mi që i kam shumë të fëmijë të vegjel, i kam në moshtë të fundit, edhe mundon me gen sa më afër moshtë tyne për kërkesa që i kanë ata sot. Pra pas ju du, ata i prapi duhem old fashion, pa ata ndoshta si duhem old fashion. Unë prap jam afër atyre për kërkesat, po e kam fjalën për festa qefi, për fundjava qefi, për ditëlindje qefi, unë nuk kam më kohë për gjëra tilla. Po Për s'pakam kohë momentin. një gjukë të që s'lan me thonë. Unë identik si historia jote që ke tregu ti mbrëm, e po nga bëj tekst për Rosela Gjilbegun, Aha. edhe fitoj tekste më i mirë ata i festivalit ku më pjesë. Po? Edhe ka qenë konga si kur të isha ti. A mamen këtë kohë? Po e Keni mojë gjoni më këtë po e kohë? më. Se nuk është e lehtë Për Rosel, nisësh. se mojë më sepse kam dash fort se është vajza... Si është kënga? Si është kënga? Mund të ma kujtosh pak? Në rrugë është një vajzë e cëndeqa, njerëzit nuk afrohen as për ta parë, veç ajo e disa dhimbje ndjena atë qast, e larguar nga të tjerët e lën më njën. E njëja më parë s'kishte shumë fjalë, femra më e bukur duke pa faj, e tani do që ta ndihmoj se forcë më nuk ka, na pse zgjodh. It's okay. Po është konga, po Është them. fiks. Atë e kam, ja. Është fiks. Po nuk është thjesht vetëm për historinë tale, por është histori që është shumë Gjithëpërfshirëse, generaliste, po. gjithëpërfshirëse. Përgjithësima është Unë kam pas për histori personale atë. është rrezik që ke pas ti si alba për moment, po kosta dush. Se ne kena pas, e kena përjetu dhe në